Në 9 nëntor 2025 votohet për të zgjedhur kryetarët e bashkive Berat, Cërrik, Mat, Tepelen dhe Vlorë. Ju do të votoni vetëm për kryetarin e bashkisë. Paraqitu në qendrën e votimit me dokumentin e identitetit, letër njoftim ose pasaport. Trego dokumentin e identitetit përpara komisionit të qendrës së votimit. Identifikohu përmes pajisjes së identifikimit elektronik me dokumentin e identitetit dhe më pas nënshkruaj biometrikisht duke vendosur gishtin në pajisjen e identifikimit elektronik. Merr fletën e votimit dhe sigurohu që të jetë vulosur me 2 vula në faqen që nuk do të jenë të shënuar kandidatët. Shkoj vetëm në dhomën e fshehtësisë. Shëno me shenjën X ose plus brenda kutisë për bri kandidatit që dëshiron të zgjedhësh. Palos fletën e votimit në dhomën e fshehtësisë në mënyrë që zgjedhja juaj të mos identifikohet dhe të paktën një nga vulat të jetë e dukshme. Hidh fletën në kutinë e votimit dhe largohu nga qendra e votimit.